Sikur bashkëshortja juaj t'i ofrojë ndonjë punë në qytet, a do t'a lejoje që t'udhtoj edhe t'vi, ose a do t'vije për të në qytet? Ka punë në qytet, aja ka lokale. Po, do t'i ofrojë diçka me një pagë shumë të majme, diçka për t'u ngritur në profesionin e saj, a do t'vije përkohësisht në qytet për shkak të saj? Jo, ajo ka dëshmu se ajo nuk ndodh, se e ka pas denimet mi fronga, ka pas rrugën në spital të Sorit. Po, dhe ka vendosur të kthehet në fshat. Ka vendosur me jetu në fshat. Ma bone 8-2. Shambull shumë i mirë, zotria, seriozisht. Respekt për punën, për gjithë shka që ke kriju me familje. Po Dafina dhe Bllekja, i kështë rritë fëmijët në qytet apo në fshat? 5 ditë Prishtinë, 2 ditë Deçantë, është të këmë ja bo për fëmijë. 7 ditë në Prishtinë. Për ajrë të pastër. Në fshat. Në herë, që Bregdet i qëjtë. Bregdet e ka në fshat mirë. Bregdet ose në shpinë ku që përmendoj me bosivit. Shati që të dorëve është Mrezovica. Seriozisht, unë e kom që të mendem, së është pa tjetër më konkrecion, ose unë e mi andru mendimin tjerve. Dikujt po, e vërtet. 7 ditë në Prishtinë. 7. Shumë mirë. 24-7. Shumë mirë. Jo, edhe këtu, unë e kështë dashtë me thonë që pa tjetër në shta kjo mësim dhënja ose arsimimi është më i mirë në qytet, po prapë se prapë lidhjen emocionale në ja kësha kliku ma shumë e fshat. Se që ashtu e kom edhe. Në fakt, lidhja emocionale e një fëmije deri në moshën 2-13 vjeçare mund ta krijosh dhe mund ta imponosh një farë forme, por pas 13 e 14 tutje besoj që fëmiu largohet pak dhe kërkon atë që e don. Edhe fëmija qytetit gjithmonë kanë lakmu në fshat, për arsye që kemi pas hapësira, ku kemi lujt, ku kemi dalë dhe kemi bërë lojra dhe me fëmijët e tjerë. Edhe shumica fëmijëve kanë lakmu këtë jetesën tonë, se na kemi pas edhe fëmijët të tjerë që kanë qenë qytetit, e pastaj kanë ardhur në fshat e na dhe kanë lakmu këtë pjesën. Kështu që fëmijët lidhen më shumë emocionalisht me fshatin se sa qytetin. Mirë, po tani vendimi i jetë të prindrit se dojnë me i rritë. Ajë krema, si rritë me rritë. No, ta shtë po më ofendonin fakt. Unë e kam vizita shumë, si vinë të dele. Po? Edhe shkollat të qytetit vinë, si të mos pra shkolluar të edhe klasa parë, si jo duket interesant, vinë me mësës. Ka thmi, si të vjenë shkën të qentët të dele. Ka thmi më shelë hundë, zdela spej, kjerët për busit nuk delë. Qytetit janë, kretin thmi qytetit. Kretin varë të shpej personit sajta. Po. është pak edhe individuale. Edhe si rritën. Qëfar frime e rritë në familje, valoj. Kështë dhe në fshat jom rritë, po kështë raport me kofshët nuk kam të mirë fare. Një të tja, ki raport mirë me kofshët? Unë pak më të mirë se me nura. Po nësë kena pas, po një me kështu kofsh shkorë dhe nuk është që e kam raportin shumë të mirë. Kena pas në në qytet në i pulles, për keni Jo, në nësë kena pas kur as pull, as kur qo. Ashtë jeta urbane më moderne, apo më pak humane? Që kjo pyetje interesant. Së është ma pak humane, po ideja është që në qytet zakonisht një njerës shumë përngut. Unë jam sot përngut, ku me shku diku. Në ka tonë edhe në gjenë me zveti, dhe me thonë nuk është ajo ideja që dikush ka nej tendencë me për ullë dikon, sepse jënë dytë me mitë njetit vand. Në qytet është jetë dinamike, është diqka që nuk është që të pytë shumë kush që shi apo leo është në rrugë me të abo, se kur dy kranë që të abojnë. Shtë që jo, së është ma pak humane, sepse na si njerës jena shumë,